Kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta ndau 70 vendime të përhershme pune për poaq punonjës nga shkollat fillore dhe të mesme publike. Mësimdhënësit u shprehën mirënjohës që brenga e tyre tashmë u zgjidh, ndërsa kryetari Bejta i kujtoi se ata po bëjnë një mision të shenjtë me faktin që po mbajnë në dorë fatin e gjeneratave që vijnë. Për këtë arsye, ai kërkoi përkushtim maksimal nga të gjithë punonjësit e arsimit. Me një ceremoni solemne të mbajtur në sallën e Këshillit Komunal, kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta shpërndau 70 vendime të përhershme pune për poaq punonjës nga shkollat fillore dhe të mesme publike. Në prononcimin e tij, kryetari Nevzat Bejta tha se pedagogët kanë një detyrë dhe obligim shumë të vështirë, sepse mësimdhënia kërkon përkushtim të madh. Arsimi i gjeneratave të reja, tha kryetari Bejta, është vendimtare sepse aterja kryesore e një shoqërie për të ecur përpara janë gjeneratat e reja që duhet të edukohen në mënyrë më të mirë të mundshme. Fal angazhimit të komunës, udhëheqësit të sektorit të arsimit, zotit e ditë, edhe fal punës të paloshme dhe të pandërprerë, mund të them, të drejtorëve, na nisëm procedurat që gjithë pedagogët të cilët janë duke punuar në gjitha shkollat e qytetit të Gostivarit, që mos kihen dëshpërim shpirtëror se a do marrin vendim, a nuk do marrin vendim, edhe mos jenë pronë e manipulimeve të subjekteve të ndryshme politike. Angazhimi i komunës, drejtorit dhe angazhimi i ministrit të arsimit solli që sot në qytetin e Gostivarit të shpërndajmë 70 vendime për punonjësit e arsimit të cilët punojnë në sferën e arsimit. Ata kanë një detyrë shumë të rëndë për shkak se kanë përgjegjësi të madhe. Arteria kryesore që ta çonë shoqërinë përpara janë nxënësit të cilët ata edukojnë, edhe besoj se punën që bëjnë në arsim, ato ta bëjnë me dashuri të madhe. Edhe mësimdhënësit që u pajisën me vendime pune shprehen mirënjohje dhe respekt për kryetarin Nevzat Bejta për mbështetjen e dhënë dhe po ashtu vunë në dukje edhe investimet e kryera në përshkolla dhe që kanë ndikuar dukshëm në përmirësimin e kushteve për punë. Sot është një ditë e veçantë për mua dhe për kolegët e mi, për shkak se përfundimisht mbaroi statusi i vendit të punës. Shfrytëzoj rastin të falenderoj kryetarin e komunës zotrin Nevzat Bejtën, drejtorin e shkollës Mersel Sadiku, udhëheqësin e arsimit Edit Azizi dhe shefin e kabinetit Bashkim Asani. Ova transformacija na работата место за мене значеше много, значи долго го чекав, скоро 5,5 години. И значи ова е големо лестување за мене и така што голема захвалност до општината, градоначалникот, директорите,